Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Instituti Amerikan i Paqes në Washington priti takimin e parë të Bordit të Paqes të krijuar nga presidenti Donald Trump. Pas një mbledhje mbinjorëshe, presidenti amerikan ka dalë përpara mediave dhe fillimisht tha se ka arritur t'i jap fund luftrave që zgjasin prej vitesh 8 deri tani dhe kjo iniciativë është një arritje e madhe. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se paqja, tha ai. Trump ka falendëruar të gjithë ata që janë bërë pjesë e kësaj nisme duke thënë se janë lider të mëdhenj. Pjesë janë edhe Shqipëria e Kosova, të përfaqësuara nga kryeministri Edi Rama e presidentja Vjosa Osmani. Rama është mes liderëve që do të mbajnë fjalim. Me 27 antar, Bordi i Paqes u themelua më 22 janar në Davos të Zvicrës me prezencë të presidentit Trump. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar këtë trup që të mbikëqyrë zbatimin e pushimit në Gaza, si dhe të angazhohet në aspektin e qeverisjes e të rindërtimit. Themelimi i përfshihet në planin 20 pikësh të Trumpit për paqen në Gaza. Top Albania Radio. Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur në seancë plenare ku dominuan debatet për mandatin e Belinda Ballukut. Opozita kundërshton nismën e socialistëve për ndryshimin në kodin e procedurës penale, konkretisht të nenit për pezullimin. Demokrati Gazmend Bardhi. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Kryetari i grupit socialist Tauland Balla. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të papranueshme në një demokraci funksionale. David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoi Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vet aleatëve vet. Kuvendi vijon punimet me diskutimin e disa projekt ligjeve për statusin e minatorëve, trashëgimin kulturor, akcizat, qeverisjen elektronike dhe zgjedhjen e disa antarëve të rinj të Bordit të Bankës së Shqipërisë. Kryetari i Komisionit për Çështjet e Jashtme në Parlamentin Evropian, David McAllister, nuk e takoi kryedemokratin Sali Berisha dje gjatë vizitës në Tiranë. I pyetur nga gazetarët pse nuk pati një takim me McAllister, Berisha u përgjigj. Nuk kam funksione në komisionet parlamentare, siç e dini. Të gjitha takimet i bën në selinë e parlamentit, por në selitë ku erdhi koordinatori i grupit parlamentar të Partisë Popullore. Erdhi dhe zhvilloi një bisedë të zgjeruar, por ikën jashtëzakonisht të ndriçuar. Kryetari përfaqëson të gjithë të tjerë. Pra, e mua besoj përgjigjen. Kryetari ka përfaqësim tjetër, se aty në grup ka dhe socialist. Jo, a e ka lartë se ka në... Po unë të them, kryetari i AFET-it është përfaqësues i të gjitha grupet. Berisha nuk dha detaje për skenarin e protestës së nesërme. E gjithë skenari i sheshit është misteri i kryengritjes paqësore. Komisioni për punët e jashtme i Parlamentit Evropian publikoi draft raportin për Shqipërinë, ku vlerësohet progresi i shpejtë në negociatat për antarësim dhe konfirmohet objektivi për mbylljen e tyre deri në fund të 2027-s. Por eurodeputetët theksojnë se procesi duhet të shoqërohet me zbatim real të reformave. Raporti ngresh shqetësime për zgjedhjet e 11 majit 2025, korrupsionin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, ndërsa kërkon rezultate konkrete në drejtësi e reformës zgjedhore gjithëpërfshirëse. Lajme nga bota. Policia britanike arrestoi ish-princin Andrew në ndyshimin për shpërdorim detyre në funksion publik. Efektivët shkuan në rezidencën e vëllait të mbretit në veri të Londrës, ku u krye arrestime. Më herët autoritetet kishin përmendje se po shqyrtonin pretendimet se një grua ishte trafikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga i dënuari për krime seksuale, Jeffrey Epstein, për të zhvilluar një takim seksual me princin. Mbreti anglis Charles III reagoi pas arrestimit të ish-princit Andrew mbi dyshimet për shpërdorim të detyrës në një funksion publik. Monarku tha se tani vjen një proces i plot, i ndershëm dhe i drejtë, përmes të cilit çështja hetohet në mënyrën e duhur dhe nga autoritetet e duhura. Siç kam thënë më parë, ata kanë mbështetjen dhe bashkëpunimin tim të plot, po e them qartë, drejtësia duhet të bëjë punën e vet.
Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar Iranin se do të ishte i mençur nëse arrinin marrëveshje me Shtetet e Bashkuara teksa presidenti Trump sërish aludoi për një veprim ushtarak. Të dyja palët kanë rinisur bisedimet indirekte të ndërmjetësuara nga Omani pasi Trump vazhdimisht kërcënon me aksion ushtarak kundër Iranit për shkak të shtypjes vdekjeprurse të protestave muajin e kaluar. Një gjykat në Korenë e Jugut e dënoi presidentin Yoon Suk Yeol me burgim të përjetshëm pasi i gjeti fajtor për udhëheqjen e një kryengritjeje e papritur. Yoon shpalli gjendje lufte gjatë një fjalimi televiziv dhjetorin e vitit 2024, duke thënë se masa drastike ishin të nevojshme për të çrënjosur forcat antishteterore në Asamblenë Kombëtare të Koresë së Jugut. Parashikimi i motit. Shërbimi meteorologjik ushtarak bën të ditur se sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti vjen me vranësira më të theksuara në veri dhe në jug, si dhe me shira që bëhen të her pas hershëm. Në mbrëmje von rreshjet prekin pjesën më të madhe të territorit me intensitet të ulët dhe shtrëngata afatshkurtra. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Edicion informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Erisilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.